Dua të di këto lloj raketa për cilat ju flisni në atë kohë që ne i kishim në jep të Bashkimit Sovjetik Kina. Edhe në këtë kohë vlen? Ka Rusia të tilla tani? Po, si s'ka, Kina, të gjithë shtetet ka. Po ne kujt quam? Scrap. Se kam kuptuar asnjëherë, dhe sa mirë që jemi bashkë në bisedë që mund të vazhdojmë sa të duam për të kuptuar si scrap, se kam kuptuar unë këtë historinë e scrapit. Në 92-shin kur erdhi në pushtet Partia Demokratike, na u kërkua që t'i provonim këto raketa. Qëllimi që me urdhë presidentit Berisha, të bërim qitje me raketa, për të thënë që këto s'bëjnë, të heqim. Ju ku ishe në atë ka? Në atë ko mua më kishin quar në Ministrinë e Mbrojtjes specialist për raketat në komandën e mbrojtjes kunajrore. Dhe ma ngarkuan mua këtë detyrë komandën e mbrojtjes kunajrore dhe organizuam qitjen me grupin e raketave që kishim në Kruj dhe atje erdhen edhe disa oficerat të diplomatë oficerat të ambasadës amerikane. Dhe qitja doli me shumë sukses. Se kuptova, si doli me sukses? Ju ishit përgatitur që të mos dilte me sukses? Jo. Apo jo? Ne ishim përgatitur të dilte me sukses, për qëllimi pas kishin gjetë. A, ju nuk e dini qëllimin? Po. Thjesht ju bët atë që volin gjithmonë? Ne i qëndruam bestik adeut. Qa bët ju? Qitja u zhvillua dhe raketa shpërtheu 3 metra larkë nga koni që u lëshua nga avioni bombardusion. Dhe në atë ko, gjysma oficerave të raketave ishin liruar nga ushtria, me motivacionin se ata nuk ishin bërë 2 vjetë shkollë bashkuar, po kishin bërë 1 vit. Dhe pasi mbarojmë qitja, një nga ata oficerët amerikan, i cili kishë qenë pilot në luftën e Vietnamit, pilot amerikan, deshi që të shifte këto kabina toksore të raketave të kolonën nga afër. Dhe e futëm brenda në kabina dhe unë e shoqëroja. Dhe kur e pa që ato ishin mbajtë se neve kishim një parull në ushtri, të arruajmë teknikën dhe armatimin dhe fishekun si djalin e vetën. Kështu thuaj? Po. Jo si të ballit. Si djalin e vetën. Djalin e vetën. Dhe ai u befasua kur ai më pyeti kur ka ardhur teknik. I thashun 69, ishte pamundur. Dhe unë këto raketa tha më kanë qelluar të apo jam shmangur në Vietnam. Po. U takuat. Po, dhe na mblodhi ministri Zhulali, edhe na mori mendim se ç'do të bërë. Dhe unë i thash, zoti ministër, më falë që u them, po këtë qitje nuk e bëri grupi raketave, po e bëri regjimenti raketave. S'po e kuptoj, tha. Pjesa dërmuese oficerave të raketave që kishim ne, kishin mbaruar shkollën ushtarake të mesme Skënderbej, por në Politektikumin të Tendori. Dhe ata kishin mbaruar gjithë për elektronikë dhe mekanik. Pastaj kanë mbaruar një vit për oficera dhe juve i liruat sepse nuk e kishin gjithë akademinë për oficera. Kështu që tash ne i mblodhëm oficera nga gjithë regjimenti që bëm këtë qitje. Ashtu tha të vishën gjithë dhe u kthyen të gjithë në ushtri. Pas një javë më thrasin mua dhe më thonë që pse ke gënjer qitja doli pa suksesshme. Kush e thiri? Komanda e mbrojtjes kunajrore, komandanti. Bile kishin shok klase me mua. Po aty thoshin ashtu, i thoshte presidenti. A ishte i afërt me presidentin? Jo, ishte komandant, merrte urdhra nga komandant. Po, kuptoj që. Edhe kur i argumentuam, po dikush nga brenda kishte vajtur e kishte thënë që nuk gënjeu ai oficeri. Një inxhinier joni, po kemë testë partie, kuptohet. Kujt partie? Po partisë që kishin në pushtet. Dhe po ju e kishit partisë që kishte ikur? Ne kishim dorëzuar testrat e partisë. Kishte 91-shin u depolitizua ushtria. S'kishim oficera. Po tani këta i donte partia sa të tjerë. Dhe pas një muaj më u lirova. Sepse gënjyet për qitjen që ishte pa suksesshme. Jo, nuk gënjeva. E duhet azisoshin ato raketa. Edhe faktikisht nuk kam as raketa, ne s'kemi as një grygëzjarë artilleriet. As toksore, as kunajrore. As mitraloza 2.7 nuk kemi më. Shqipëria s'ka as një lloj arme për të mbrojtur.
Shqipëria ishte çarmatosur komplet. Ma vjen keq e them, po ta di populli. Kjo nuk ndodhi në 97 me hapjen e depove. Kjo ndodhi që në 92. Hapja e depove shkatroi gjithë armët e lehta të këmbësorisë. Pa. Kurse mbas 97-s janë shqitur tanket, janë shqitur avionat. Për çfarë viti prisni që ta marrë me radhë? Kur filloi skrapi dhe ishte thjesht etja për të bërë Deri në 97-ën armët janë shqitur. Pa. Në 97-ën e mbrapa armët janë artilleria, tanket janë shqitur të gjitha, avionat janë shqitur ose janë bërë skrap. Në ndeset u bën skrap. Bile ne bëm skrap edhe vaporin Vlora dhe e quajt kur ishte Majko kryeminist dhe e quajtëm gjithë madh shumë. Do të thënë, skrap i kanë bërë të gjitha pushtetet. I ka bërë vetëm Berisha. I ka bërë Berisha, i ka bërë Nano, i ka bërë Majko. Bile Berisha i ka bërë deri në 97. Në 97 mbrapa të gjithë armët e rënda i ka bërë Partia Socialiste. Socialiste. Të gjitha partit i bën skrap. E kanë zhveshur në Shqipërinë. E kanë çarmatosur Shqipërinë. Po, kanë çarmatosur. Edhe jo vetëm çarmatosur, po i kanë hequr gjithë industrinë. Ja rim pak te çarmatimi sepse për industrinë kanë folur shumë shpesh këto kohë. Po jo, ne skemi një punisht e biskotash dhe marmallati. Edhe me ato që janë komunistë. Ne skemi asgjë, s'prodhojmë asgjë. Neve kemi pas bujqësinë më moderne në botë. Ta është moderne, nuk e kishim. E kishim tepër moderne bujqësinë. Me një Shqipëria që gjithë këneta. Neve filluam ta çonim ujin në rrënjën e çdo bime. Dhe i mbollëm gjithë Riviera u mboll me agrumi. Po kur erdhi kjo e quajtur demokraci, thuaj që nga fqenjët paguaj 10.000 lekë për të pritur një rrënjë portokalli. Këtë dua të di. Çarmatimi ynë është bërë sepse pushtetarët tanë, politikanët tanë ishin jo larg pamës apo ishin thjesht të korruptuar. Donin të merrnin para të shpejta. Atë e din ata. Ju ishit prezent kur një ushtarak i lartë amerikan e pa armatimin ton, e pa që ishte armatimi i armikut, ai kishte qenë me të lloj armatimi. Jo i armikut, se ne. Do të thonë i Kosovë. Shiko, unë e them dhe në shkrim. Po. Shqipëria pasi doli nga traktati i Varshavës, në 61-shin de facto dolëm, pavarësisht se denoncuam 68-ën, por dolëm që në 61-shin nga traktati i Varshavës. Shqipëria ndoqi politikën e asiansisë. Me asnjë pakt ushtarak, qoftë ai rajonal, qoftë ai ndërkombëtar. Po ç'na duheshin raketat kur ishim asianës? Ç'na duheshin kaq shumë vend strehime kur ishim asianës? Pyetja është shumë e drejtë. Mirë, po ne ishim asianës, po fqinjët tanë nuk ishin asianës. Fqinjët tanë edhe provuan veten edhe në luftën e Kosovës që s'ishin asianës. E drejtë. Koha tregoi që. Biles Serbia pushtoi Kosovën. Por kur u futën ato në luftë, Greqia nuk lejoi të kalonin avionat e NATO-s në sipërfaqen në ajrin e saj për të goditur Serbinë. Dhe sot e ditën Greqia ka pretendime territoriale ndaj Shqipërisë. Ligjin e luftës nuk e kanë hequr. As ligjin e luftës as pretendimet historike. Që nuk janë ngopur duke marrë nga Shqipëria, po duan ta marrin edhe këtë copës që na kanë mbetur. Qëndrojmë edhe pak tek fortifikimet tona, tek vendstrehimet tona, për të kuptuar ajo me cilën ne tallemi ose themi, edhe nuk e njohim, nuk e kemi iden, themi që si mund të mbyllej ky vend me bunker. Nga çfarë do të mbronte ai bunkeri? Kush do vinte këtu për shembull? Ku duhet të rije këtu që të mbronin? Shiko tash. Se tani kemi plera, s'kemi bunker. Të gjithë armiqtë tanë të dikurshëm kishin armatim të sofistikuar dhe aviacion, raketa dhe armë atomike. Dhe armat atomike qysh në futi viteve 90 u futen edhe në predhet e artillerisë, bomat atomike, në predhet e artillerisë. Dhe i vetmi armë që kishte Shqipëria për të mbrojtur nga arma atomike është ky bunkeri. Po kush do futen përpara këtu? Sa më fale, po nuk e kuptoj. Neve kishim strehime, të gjitha pallatet që ndërtoheshin ishin me strehim poshtë. Sot janë me për makina, e parkim. Parkim, atëherë ishin për të futur njerëzit. Gjithë industria e luftës, gjithë industria ushqimore dhe ushtarake u futën për tunele.
që të funksiononte edhe në rast lufte. Strehimi të popullsisë, strehimi i spitaleve, kishim të gjithë korpset e Shqipërisë kishin spitale në toksore të pajisura me të gjitha pajisjet, po të pa shfrytzuar. Ishin me njëherë, nëse fillonte lufta, gjithë mjekët kalonin në spitale në toksore. Dhe gjithë popullsia kalonte në strehim. Por neve ishim popullshtar, ne nxirrim rreth 600.000 ushtar në rast lufte. Të gjithë këta do zinin dhe këta stërviteshin 17 ditë në vit çdo qytetar i Shqipërisë. 17 ditë në vit bënte stërvitje rezervist. Atëre, ju flisni se kjo ka qenë puna juaj, ka qenë jeta juaj. Tani vite më pas, ju duket vërtet normale ky fakt? Është tepër normale. Jo normalizon arsyetimi sepse tani po ndodh një luftë dhe kjo na bën të bëhemi dhe paranojak apo Po unë në shkrimin tim bëj krahasimin me vijat e fortifikimit që që ndërtuar para luftës së dytë botërore. Dhe u vërtetua që ato nuk merreshin dot. Dhe po ne kemi një fortifikim krejt ndryshe nga. Ne fortifikuam gjithë territorin e vendit. Ata fortifikuan disa drejtimet të hyrjes në shtetet e tyre. Ata kush? Gjermanët, francezët, finlandezët, Izraeli më mbrapa. Kurse neve fortifikuam gjithë vendin dhe e fortifikuam në atë mënyrë që dhe nëse ata do merrin vinë. Sepse ju po tregonit këtu që fortifikimi nuk është një shpikje shqiptare. Domethënë nuk është se ne befas. Jo, nuk e shpikëm ne i morëm më të mirën e tyre. Dhe përshtatëm për terrenin tonë, sepse ne jemi një vend i vogël. Dhe neve nuk duhet po të na merrë një pjesë të territorit ku do vende popullsia. Kështu që neve duhem të e bëm fortifikimin që lufta të bëjë sa më e shkurtër dhe pa gjak. Dhe Sun Tzu ja thotë që fitoria më e madhe është fitoria që bëhet pa gjak. Dhe neve duke fortifikuar vendin, siguruam paqen, siguruam fitore, nuk guxoj kush na sulmonte. Këtë nuk e besoj, më fal që e them. Më fal, po unë nuk mendoj që... Po normalisht, nuk mund ta besoni, po unë e them dhe në shkrim aty. Jo, do të thonë unë mendoj që ne ishim një vend paranojak, që ndërkohë bota zhvillohej, që ne kishim ngelur brenda bunkerit ton. Po bota zhvillohej dhe po zhvillohet, po ja unë bëj një pyetje juve. Si ishte mundur që ra Covidi tash? Një i tillë ka rënë në vitin 1917. Dhe e vetmja maskë që mori mjekësia atëherë ishte maskat që vëm sot. Domethënë më përpara iku industria e luftës se industria mjekësore. Pra bota zhvillohet, po zhvillohet duke zhvilluar armët e vdekjes, sepse nga ato nxorën fitime. Edhe neve nuk kishim fuqi të blinim armë. Ç'bëm? Të fortifikohemi, të sigurojmë popullin ta fusim në beton. Në rast lufte që mos ta vritet. Këtu që ne gjetëm rrugën më të mirë, që ke kushtueshme, po është e përjetshme. Fortifikimet nuk kanë qenë kurrë të dëmshme në gjitha epokat. Sepse investohet vetëm një herë edhe këtë për gjithë jetën. Si ka mundësi që kinezët na i dhanë aq shumë para për të fortifikuar Shqipërinë, sepse ishte një kosto gjigante? Po shiko, asgjë nuk është dënë falas. E kemi blerë me krom. Kemi qenë shteti i dytë në botë për eksport të kromi. Kromi ku merren? Bulqiz? Bulqiz. Dhe sot minerat ua kemi dhënë flas të huajve. I marrin ata shfrytëzojnë. Neve nga kromi nxirrin flori. Tash atë krom kush e merr dhe kush e nxjerr përgjigjen e floririt që ka kromi? U thash pak më parë. Pema që ka kokra goditet me gur, jo pema që s'ka kokra. Ke parë ndonjë fëmijë të godasin plepin me gur, ja.